Mirëmbrëma të gjithëve. Padyshim kemi hyrë në një kalendar, në një agjendë të rëndësishme elektorale. Gjithçka është në funksion të zgjedhjeve të 11 majit. Kështu edhe agjenda politike, madje duket se edhe agjenda e drejtësisë pritet të ndikojë, sipas gjitha gjasave, në rezultatin dhe në konfigurimin politik të zgjedhjeve që pritet të jenë në pranverën e këtij viti. Sot kemi pasur një mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku kryeministri Edi Rama bëri të ditur prodhoi disa lajme për hir së vërtetës. Lajmi i parë ishte që çdo deputet që ka më shumë se një mandat nuk do jetë në listën e mbyllur, pra duhet ta fitojë vetë mandatin. Gjithashtu bëri të ditur se la qartë të kuptohet se nuk do të kandidoj vetë si deputet, duke u shprehur se do jetë deputeti i të gjithëve. Kemi një lloj precedenti, kur një kryetar i një partie që është në pushtet, ose më saktë kryeministri në detyrë, nuk garon vetë për një post deputeti. Është precedenti në fakt i vitit 2009, kur në atë kohë ishte kryetar bashkie Edi Rama dhe kryetari i Partisë Socialiste, dhe mbajti postin e kryetarit të bashkisë dhe nuk kandidoi vetë në zgjedhjet e vitit e qershorit të vitit 2009. Por gjithsesi atëherë ishin të tjera rrethana, sepse nuk ishte në zyrën e kryeministrit. Ndërkohë kryetari i Partisë Demokratike, lideri i opozitës Sali Berisha, sot bëri të ditur emrat e koalicionit, ose më saktë e legalizoi, e zyrtarizoi atë që ai e quan koalicioni për Shqipërinë madhështore. Ndërkohë nesër pritet të shqyrtohet, dhe kjo do jetë tema e pjesës së dytë të emisionit, të shqyrtohet në gjykatën e apelit masa e sigurisë për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Erion Velie. Një ngjarje, arrestimi i të cilit ka fokusuar vëmendjen e krejt opinionit publik. Këto janë temat e emisionit të sotëm, për të cilin kam një panel me 4 të ftuar. Nga nismja thurje është zoti Endri Shabani, mirëmbrëma. Kam kënaqësinë të kem kolegun Martin Lega. Martin, mirëmbrëma. Si dhe 2 kolegë të tjerë, Flogert Muça dhe Leonard Karaj. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ndërkohë, është duke u zhvilluar ende parlamenti dhe nga parlamenti është ndodhet kolegja Erciola Konomi. Erciola, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Cilat janë të rejat më të fundit në seancën e sotme? Po seanca sa po përfundoi pa ndonjë rezultat, se ishte një seancë e parashikuar për të folur për problemet e zgjedhësve, nuk kishte diçka për të miratuar sot, por ajo që e bashkonte të majtën dhe të djathtën sot ishin gjunjët e prerë të shumë prej deputetëve aktual që gati kanë një bilet për të mos u kthyer në parlament. Përse? Dhe më gjunjë prerë ishin socialistët, mes atyre sepse shumica prej socialistëve sot mësuan që nuk do të kenë një shans për të qenë listë në sigur. Ata dëgjuan nga Edi Rama që ata që kanë më shumë se një mandat do të kenë betejë të hapur dhe si është pritur ky, se kjo u bë ditur në rreth 12 orë më parë në korridoret e parlamentit, si është pritur nga ata që janë aktualisht deputet ky vendim i Ramës? Janë të pakënaqur dhe disa prej tyre thonë që nuk do ta pranojnë të jenë në listën e hapur, por do të shohim deri në fund nëse në të vërtetë do ta thonë këtë ose do të refuzojnë të jenë kandidat në listën e hapur. Shumë prej tyre nuk e pranojnë këtë, duke patur parasysh që do të garojnë rreth 140 vet për gati 28 apo 30 vende në Partinë Socialiste. Ata i friksohen luftës së brendshme dhe mundësive reale për darë deputet nga listat e hapura, ndërkohë që vendet për listat e mbyllura janë garantuar kryesisht për pak përjashtime për gra që janë edhe me një të shkuar parlamentare të gjatë, si Evi Skushi, Lindita Nikolla, apo Etilda Gjonaj dhe Milva Ekonomi. Të 4 të paktën ka bërë një përjashtim kryeministri nga rregulli i deklaruar sot në mëngjes duke i dhënë një përparësi.
Ndërkohë që të tjerët, sigurisht që nuk ju vjen mirë të shohin që të tjerë i parakalojnë dhe hyjnë në parlament listat të sigurta, ndërkohë që betejën elektorale du ta bëjnë ata që janë listën e hapur. Fjala vjen për shembull, ata kishin menduar që kishin zgjidhur çështjen me drejtuesit politik të qarqeve, disa prej tyre, por pavarësisht çfarë kanë pasur në dosje krejt politik të qarqeve, kryeministri Rama ka pasur plane krejt të tjera. Për shembull, Romina Kuko, që është kryetare e Këshillit Bashkiak të Tiranës, do ta lërë këtë post për të kandiduar si deputete gati e sigurt në qarkun e Korçës, nga ku ajo është me origjinë. Ose deputet të tjerë të vjetër, si Damian Gjiknuri, që nuk ishin pasur deri më tani asnjë zonë elektorale dhe ka qenë në pikpyetje rikandidimi i mundshëm i tyre, do të kandidohet në listë të hapur në qarkun e Vlorës, aty ku mundësitë nuk janë shumë të mëdha, por nuk janë as të vogla dhe gara e brendshme është po ashtu shumë e fortë. Ndërkohë që nga Partia Demokratike pikpyetja ngel e njëjtë, sepse aty janë shumë të qëndrojmë te Partia Socialiste, të lutem. Qëndrojmë te Partia Socialiste. Në informacionet që ke ti, kush janë këto emra deputetëve që kanë mbi një mandat që ndoshta nuk do të kandidojnë? Nuk e kanë pranuar këtë ofertë të Ramës. Hezitoj t'i them publikisht sepse kam frikë që rezemërimin e momentit në fund fare nuk do t'ja thonë Edi Ramës dhe do të pranojnë atë që ai ka qenë vullneti i tij. Po themi një prej njerëzve që është dëgjuar të shprehet kolegëve më i pakënaqur me këtë vendim është Erion Braçe, i cili me sa duket nuk thotë që nuk do të pranoj të jetë në Tiranë në listën e hapur, aty ku do të garohet për rreth 4 vende, rreth 37 emra, sepse do jenë zonja në rastin më të mirë, kështu që i bie që rreth 37 emra të garojnë për 4 vende që u jepen burrave në listën e hapur të qarkut Tiranë. Por zoti Braçe ndoshta mund ndryshoj qëndrim. Ky ka qenë reagimi i parë pas mbledhjes. Zoti Braçe ka, se këtu bëhet fjalë për ata që kanë një mandat. Zoti Braçe mund të ketë në 8 mandate. Ka qenë pikërisht në 96-ën, Martin? Po. Çfarë argumentash paraqet domun që nuk pranon domun për të qenë në... Nuk kam pasur mundësi të dëgjoj argumente prej tij, por argumenti është se gara është shumë e fortë për pak vende. Dhe kur diferenca bëhet me një vot më shumë se tjetri, edhe lufta e brendshme për territor, për vota preferenciale do bëhet më e ashpër dhe ndoshta edhe më e pandershme dhe jo komode mes vetë socialistëve, sepse demokratët e kanë shumë të ngushtë territorin, ata e dinë që pak marrin nga lista e hapur, socialistët kanë shanse pak më të mëdha që të fusin deputet edhe nga lista e hapur. Drejtuesit e qarqeve do jenë në fund të limitit, siç ishin në 4 vjet më parë, apo do jenë në krye të listës? Jo, parashikoj që kësaj radhe të jenë pjesë kryesore e listës, pra në krye të listës së mbyllur, por Partia Socialiste në çdo qark listën e mbyllur nuk ose e rrezikon. Pra mjafton që të jesh listë e mbyllur, edhe mund mos shkosh fare të bësh fushat, të tjerë të bëjnë fushat për ty ti ke fituar mandat. Pra për ata socialistë që do të ja dalin me sukses të jenë në listën e mbyllur, për ta thuaj se nuk ka asnjë rrezik, pasi formula apo historiku i Partisë Socialiste në çdo qark të vendit nuk ka shkuar kurrë më pak se çfarë është lista e mbyllur. Kështu që nuk rrezikojnë ata që janë listën e mbyllur, rrezikojnë ata që janë listën e hapur dhe që duhet bëjnë garë më të fortë edhe me zetës, po dhe mes kundërshtarëve për të fituar betejën për Partinë Socialiste së pari, sepse vota duhet shkojnë një herë për partinë, pastaj të shkojë tek individi preferencial brenda listës së partisë. Po të kthehemi tek ajo që diskutuam pak më parë, se më kujtuan 2 emra që janë shumë të rëndësishëm për socialistët. Dohon Pandeli Majko dhe Fatmir Xhafa. Sepse janë të lidhura me emrin e Pandeli Majkos, qofse dohet apo jo është i lidhur fati i Kosovës, nuk e dim qofse çfarë do të ndodh me Kosovën, qofse Pandeli Majko nuk do jetë më deputet, ose çfarë do ndodhi me reformën në drejtësinë, qofse Justiniani, babai i drejtësisë në Partinë Socialiste nuk do jetë më deputet. Këta çfarë kanë lënë të kuptohet, do kandidojnë për listë hapur apo dhe ata do veprojnë si zoti Braçe? Thash, do ta marr me rezerve dhe zotin Braçe, sepse ai edhe kur u spostua nga Divjaka në Tiranë, tha nuk e pranoj të jem në një simpes në Tiranë, për një kohë gjatë tha nuk e pranoj dhe në fund e pranoj. Ndoshta edhe zoti Braçe do të pranoj të garoj. Sa takon 2 emrave që u përmendët, nuk ka deri tani ndonjë qëndrim të tyre, të dy janë të rezervuar nga natyra për të dhënë
për të shfaqur emocione apo reagime në karshi kolegëve, dash më pak në gazetarëve, por për të dy parashikohet të jenë në listë hapur dhe të dy kanë dhënë prova në 2021 që në fakt mund ta fitojnë mandatin në listë hapur. Edhe atëherë ishte shumë e vështirë, duhet merrnin 10.000 vota për ta thyer renditjen e kryetarit të partisë. Fatmir Xhafaj e bëri, zoti Majko u afrua deri diku tek thyera dhe hyri në parlament pikërisht se kishte marrë vota preferenciale shumë më shumë dhe të tjerët. Në këto zgjedhjet e 2025-s është sërish në fuqi Hersi, pra si do veprohet? Atëherë, lista të parë që fitojnë mandate ata që janë në listë të mbyllur. Dhe nëse tepërojnë mandate, do të fitojnë më të votuarit e listës së hapur. Pra në listën e hapur nuk ka renditje, në listën e hapur nuk ka herës. Ai që merr një vot më shumë se tjetri është automatikisht deputet. Pra diferenca mund të bëhet edhe me një vot. Të vetmet që bëjnë përjashtim janë gratë. Nëse 13 votuarit e parë të 3 burra, atëherë burri i tretë nuk fiton, por do të marrë mandat gruaja më e votuar dhe gjysmë ka pak vota se gjithë burrat e tjerë. Në qoftë se doni treti në listë në Tiranë, merr vetëm 400 vota. Mandatin e ka të sigurt, e ka të cimentuar, le të marri jo, po pyes edhe për burrin, do. Tani, të lista mbyllur nuk ka asnjë dyshim. Shiko, ta shpjegoj unë këtë pjesë. Ja, ta nuk ka mbaroj asnjë me dyshim të lista mbyllur, të lista e hapur me një vot më shumë fiton, nuk ka asnjë diferencë, pra nuk duhet edhe me 100 vota ti mund fitosh. Edhe me 20 vota mund të fitosh, mjaft të kesh ai pastaj të 19, pra nuk ka rëndësi se sa shumë. Zoti Leka, një pyetje për ty. Vetëm një pyetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Sa mendoni që sa deputet nga lista e hapur mendon që do fitoj Partia Socialiste dhe sa Partia Demokratike në Tiranë? Por nëse marrim për analogji çfarë rezultati ka marrë në vitin 2021 Partia Socialiste në Tiranë, janë 18 mandate. Duke marrë mirë qenë që pak a shumë i qëndron këtij rezultati. Atëherë 12 dalin nga lista e mbyllur dhe 6 dalin nga lista e hapur. Po keni parasysh që për listën e hapur në Tiranë do të garojnë 37 emra dhe vetëm 6 apo 7 mund të dalin nga ajo listë fitues, mes cilave duhet të jenë në çdo 3 emra të paktën një grua. Kështu që gratë kanë pak më të lehtë kësaj radhe që të hyjnë në parlament edhe sikur dalin më pak të votuar se të gjithë burrat e listës. E qartë. Esiona, tani nga Partia Demokratike, cila është risia? Çfarë po ndodh aty? Kemi lajmin që Ilir Meta refuzon të jetë në listë të mbyllur. Përse, çfarë ka ndodhur? Ka ndonjë mosmarrveshje brenda koalicionit të Partisë Demokratike me Partinë e Lirisë, apo është thjesht një sfide e Ilir Metës personale e tij me Partinë Socialiste dhe me elektoratin tërësi? Së pari duhet të nënvizojmë se pavarësisht listave paraprake të publikuara nga të dyja palët në media, ndryshimet vazhdojnë të jenë të shpeshta deri në të mërkurën në mbrëmje këtë listat zyrtare. Ne kishim dëgjuar nga Sali Berisha që Ilir Meta do të ishte në listë të mbyllur për shkak se ai ishte në burg. Kishim vënë diskutim, është në Fiera, është në Tiranë, po e kishim marrë mirë qenë që është në listë të mbyllur. Ilir Meta na komunikoi sot se ai është në listë të hapur në qarkun Tiranë. Kjo lexohet si një strategji Ilir Metës për të forcuar radhët e tij në parlament, sepse praktikisht do të ketë 2 emra të LSI-s ose të Partisë së Lirisë do të jenë në listën e mbyllur sipas marrëveshjes dhe Ilir Meta jep vetes një shans që të jetë i treti i Partisë së Lirisë në Tiranë. Dhe është një mënyrë që Partia e Lirisë, duke patur emrin e Ilir Metës në listën preferenciale, të dokumentojë realisht sa vota ka të sajat, pra sa vota shkojnë preferencialisht për Ilir Metën, në mënyrë që të thotë dikur Sali Berishës kaq vota të erdhën nga ana ime. Kështu që lexohet më shumë një strategji dhe një sfidë për të thënë që unë nuk u mbrojta mbas garancive që më dha Sali Berisha, por unë provova veten elektorat dhe njëkohësisht do të ruaj edhe 2 mandate të sigurta që janë garantuar në qarkun Tiranë, që mund të jenë për Tedi Blushin dhe zonjën Erisa Xhixho sipas parashikimit, por edhe kjo mund të ndryshojë sepse gjërat kanë ndryshuar në vazhdimsi. Pra vendin që kishte Ilir Meta në listën e mbyllur e zë dikush tjetër nga Partia e Lirisë. Do ta ruaj Partia e Lirisë. Dhe kush do jetë? Partia e Lirisë do të vazhdojë të ruaj 2 mandatet e saj në qarkun Tiranë të sigurta në listën e PD-s. Një teori është jetë Tedi Blushi dhe Erisa Xhixho, por thash rezervoj të drejtën që ta vë një pikë pyetje këtu, sepse siç ndryshoi Ilir Meta nga lista e mbyllur në të hapur, mund të ndryshojnë edhe këto, sepse ka njerëz të tjerë në Partinë e Lirisë që Ilir Meta dëshiron ti fuqizojë. Në këtë rast ndoshta do të jetë këta që unë thash, por nuk përjashtohen edhe profesori Petrash Milo apo në një emër tjetër që Ilir Meta të na surprizojë ndoshta. Okej. Esiona, të falenderoj shumë.
Do kalojmë vetëm në 30 sekonda publicitet dhe do rikthehemi sërish për të komentuar zhvillimet më të fundit. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Zoti Shabani. Shiko, i parasysh që Ilir Meta futet qa listë duash nuk bëhet do deputet se është në burg. Pse? Është në burg. Ka precedent, ka pasur deputet i Tropojës që ka qenë Zoti Haklaj. Edhe një, është në burg, pra nuk do ta ushtroj dot funksionin. Përpasoj do ta humbasi mandatin dhe po e fitoj. Dhe përpasoj lista e mbyllur do bëhe nga 12 do bëhe 11, sepse mandati dhe kalon të listës hapur. Kështu që ajo ka qenë kod strategjie e këtyre, po zgjidhja e tyre. Thelbi është që ka... Ja të qëndrojmë të kjo domë, sepse... Pra, ai nuk është, vetëm kur ke dënim të formës së prerë, atëre do nuk mund të jesh deputet. Nuk betohet dot më burr. Pra, e zëm që fitoj ke lista e mbyllur. Po. Nuk do betohet dot. Se nuk i ndryshon masa e sigurisë? Po ku e dje që ndryshon? Po nuk ka përdal nga burgu më Ilir Meta, mbaroi jo histori. Tani, duke qenë se ai nuk do betohet dot, nuk e merr dot mandatin, edhe ai e di që se merr dot mandatin. Kështu që praktikisht lista e mbyllur do shkonte nga 12 në Tiranë, do shkonte 11, se një do ishte kandidat fiktiv. Ky është thelbi. Gjithsesi, ajo që këta kanë bërë është përveç se është antikushtetuese, është dhe kundër parimit të demokracisë, sepse i kanë... Cila është kundër parimit të demokracisë dhe antikushtetuese? Atëherë, shiko, PD-ja do të fusi, edhe PS-ja, do fusin në parlament njerëz si ka votu kurkush. Askush. Pra, do fusin njerëz si kanë votu as antarët e PD-s, pra, lista e Tiranës është plot me njerëz se s'kanë marrë pjesë fare në primare. Lista e mbyllur e PD-s në Tiranë, pjesa më madhe nuk kanë garu në primare, pra s'kanë marrë as i vot as nga të vetët. Dhe nuk do të votohen as nga votusi. Pra nëse, le themi, Flamur Noka merr 0 vota, është automatikisht deputet. Sepse gjitha të tjerë do marrin vota për të fut Flamurin. Gjitha të listës hapur që kanë fituar edhe për primare, do marrin vota për të fut Ilir Metën, për të fut Edi Blushin, për të fut Erisa Xhixhën. Pra, do punoj gjithë PD-ja të bëhen deputet njërë këta, ja rebi, po shkojnë mbi 12. Sepse po s'mori më shumë se 12 deputet, ata ke lista hapur lynë pa top. Lynë kot, sepse votat e tyre do i shkojnë këtyre njërë. Pra, duhet e zauru lista me 12 deputetet e lista e mbyllur e PD-s, po shkojnë 13, i vjen rada atyre. Po nuk shkojnë 13, nuk i vjen rada atyre. Juve si koalicion, si keni zgjidhur? Tani, qa do bëjmë ne? Ne këtë listën e mbyllur do ta zbrazim përpara numërimit votave. Me kandidat fiktiv? Me kandidatë të cilët nuk kanë dëshirë të bëhen deputet, nuk e kanë këtë ambicje, por vinë për të bërë pikërisht këtë gjë. Pra për të na dhënë mundësi që ne të garojmë listë hapur. Dhe të gjithë, unë, Adriatiku, Pano, të gjithë jemi në listë hapur. Dhe votuesi do shkojë ke koalicioni dhe do votojë për kandidatin. Dhe kush merr më shumë vota nga ju, merr mandatin e parë. Kush merr më shumë vota, renditet i pari. Nëse marrim 5 mandate, i pari 2, 3, 4, 5. Nëse merr një mandat, ai që është i pari. Okej, Martin, ç'koment ke për këto të sotmet të Ramës? Nuk kam vlerat, kontributet. Ku shkojnë? Problemi i listave ka qenë gjithmonë problematik, sepse do apo s'do në një garë do ketë edhe të pakënaqur. Gjithë problemi qëndron në faktin që në këto zgjedhje është më koklavitur situata për arsyet që i tha edhe Endri pak më përpara. Tani, unë mendoj që Rama është mjeshtër i PR-it dhe atë duhet ta parojmë se s'bën. Dhe lajmi sot ishte nëse Rama do bëhet deputet apo jo. Sigurisht do ishte risi, ndodhë për herë të parë, që një kryeminist në detyrë kërkon mandatin e katët, po mandatin pasardhës, le të themi, të qeverisjes dhe në dilemë nëse do jetë apo do jetë deputet. Do më thënë, ende nuk e ka vendosur. Kjo është një lloj sfide dhe për hizë vërtetës, kjo do të ishte vërtet risi dhe do të ishte një shembull edhe në zgjedhjet pasardhëse, sepse realisht çdo kryeministër në Shqipëri rolin e deputetit e ka patur jo sekondare, po
më tej se kaq. Kështu që kjo do të ishte një lloj do të thotë që do kishte një deputet më shumë efektiv në Është vendimi drejt kjo do unë që i flak të gjithë, se kjo është flakje, dhe thot komplet të rinj. Dhe tek e fundit, këta janë ata që janë përgjegjës për 12 vjet të qeverisjes, apo është vetë kryeministri? Tani, unë mendoj që strukturat e Partisë Socialiste duhet mlidhen dhe do mlidhen, dhe unë mendoj që mund të ketë edhe ndryshime nga ato ide qoftë edhe të pakta që dha Rama sot, për arsyes... Më falë, Martin, njes shumë, nuk kanë kohë më të mblidhen. 24 orë ka. Nesër në mesnat është stafati. Nëse thua kryesia, dakord, struktura... Po struktura, kryesia Partisë. Kryesia po, jo më poshtë se kryesia. Pa dyshim, s'ka kohë të mbledh as Kongres, as KPD, që janë ato struktura që... Se ti unë bajmë KPD në ka ndrysh, po ne mbajmë LMN. Po t'ishte si në KPD, do ishte revolucionalizuar jo vetëm jeta politike në Shqipëri, e Partisë Socialiste, po edhe Partisë Demokratike, gjitha partijet tjera. Përse? Sepse ishte një debat i madh, i brendshëm, që për herë të parë e hapi Partia Socialiste. Dhe më saktë, Fatos Nana. Kështu që, po t'i rikthehemi asaj kohe, mendoj që aty janë bazat e fillimit të hapjes dhe të demokratizimit të Partisë Socialiste e ngurët e tjera. Dhe vërtet është në mënyrë paradoksale, partia do në trashëgimtare e Partisë së Punës, më stalinistja, ka të vetme në hapësirë kohe, kur që ka demokraci të brendshme, do në deri diku 10 vjeçari, 15 vjeçari i pari jetës saj. Pastaj do në shkoj tek ajo si gjithë tjerat. Në të vetmin gabim që mendoj unë bën Edi Rama, është fakti që në cilësinë e kryetarit të Partisë Socialiste, kemi të qartë tani edhe Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë kryetar autokratik. Do më thënë janë partit kryetarit, po kjo është pjesë e një analize më tej. Problemi është që nuk mundet të me një urdhër apo vendim personal të heqësh nga listat apo nga meritat gjithë kontributin e njerëzve, qoftë edhe ata që kanë disa mandate rresht të Partisë Socialiste. Kam thënë dikur unë, për shembull, që po të përmend vetëm disa, as Eren Braçën, as Mimi Kodhelin, Fatmir Gjafën, apo edhe Pandeli Majkon, këta mund të përmend unë, nuk mund t'i heqit sepse po nuk sinkronizove brezat, po nuk ke në simbioz traditën dhe gjithë çka pozitive që ke arritur gjatë gjithë tyre viteve në parti, nuk mundet të integrosh të rinë, sepse jo çdo gjë e shohun në administrata gjithandej, sa herë vjen një drejtor i ri, fjala vjen, e çon nivelin në historia fillon me mua. Në nivelin 0 edhe pasaj fillojnë gjithë të intervjuar, nuk ka një simbioz mes brezave, do të thoja. Kështu që unë mendoj që kjo do të krijojë probleme, pak kënaqësi gjithashtu. Rasti që tha për zotin Braçe, unë nuk e di është e sigurt apo jo, po unë mendoj që zoti Braçe në Tiranë fiton vota, ashtu siç mendoj disa figura siç janë thyrjet e Hersit nga Fatmir Gjafa dhe Mimi Kodheli. S'ka më herës tani. Kurdo? Nuk ka më herës tani. Jo, po them që kanë thyer Hersin dikur dhe marrin shumë vota në Tiranë. Gjithë problemi është tek problemi që këta ranë dakord për mbylljen e listave. Dhe në këtë rast pastaj fillon problemi tjetër. Që ose kemi 12 emra të sigurt, atëherë Në qartë, po varet... apo 6 emra është shumë... Flogert varet dhe se të cili numër mbyllet lista, se në qofë se mbyllet tek numri 10, atëherë do në PS-ja... Të 12? Do bëj
do bëj një saksim Po. në lidhje me atë, jo saksim, se e Siona si parim e tha drejt, por në qoftë se Edi Rama fut 100% gra në listën e sigurt, e ka ndorë. Po. 30 është minimumi, atëherë bie ajo historia që ato 3 burrat, i treti bie se du të hyj grua. Jo, nuk lejohet, sepse është gjinia më pak e përfaqësuar, nuk thotë që do të jenë gra ose burra. Pra, në këtë rast do jenë burra gjinia më pak e përfaqësuar. Pra, thelbi është që të ketë një lloj balanci. Po pra po, ideja është që për qetësuar ata burra që kanë frikë që do ja zërvon një grua nesër, Mund të jetë një burr. Po pra, nëse Rama fut më shumë gra këtej nga e sigurta, do ketë vend për më shumë burrat e pasigurta. Ky është thelbi. Që me shumë gjatë ç'do ndodhi se. Që më shumë, po. Tani, të analizojmë pak qëllimet e Ramës. E për të analizuar qëllimet e Ramës, në fakt në ndihmon Alistair Campbell. Alistair Campbell është një strateg komunikimi i Tony Blair që ka këshilluar dhe Ramën. Po. Dhe Rama e ndjek me sa duket me shumë vendosmëri dhe sot. Pra, ai ka formulën e famshme OST, objektiv, strategji, teknika. Objektivi i Ramës është të maksimizoj votën. Mandatet eventualisht. Strategjia e Ramës është kjo që pam sot. Fut në listat sigurta njerëz të rinj që nuk kanë eksperiencë për të lidhur vota dhe vota rreth tyre, dhe ushtarët e sprovuar në betejë dhe që kanë patur të gjithë kohën e nevojshme për të qenë pranë njerëzve dhe për të fituar zemrën e njerëzve, të dalin dhe ta tregojnë që e kanë bërë punën siç duhet. Dhe teknikat pastaj do i shohim si do zhvillojë fushatën në vazhdim me gjitha mjetet e komunikimit. Ajo që ka bërë Rama sot, sigurisht që unë po lexoja tani edhe Petro Koçi qen ka i paknaqur. Zoti Koçi thotë që duhet të matej performanca e deputetëve në parlament dhe jam kundër këtij sistemi. Dhe eventualisht, me fjalë tjera, si fillim do mbjell një lloj dyzimi dhe një lloj dualiteti, një lloj përplasje. Por në finale, ajo që ka bërë Edi Rama me këtë lëvizje politike, praktikisht ai për të gjithë ata që janë politikan në skarkjer, ka hapur listat. Pra, Endri thot, ne kemi vendosur, koalicioni i tij ka vendosur emra fiktiv, pra kontributor që janë gati të kontribojnë te kjo skem që të ketë një demokraci të brendshme. Ndërsa këtë Rama e ka bërë duke vendosur në listë sigur disa njerëz që nuk janë asnjëri prej tyre, që të mos i ngeli hatri që thot Iliri që po Flogerti burr më i mirë se unë është, ne të dy gazetarë jemi, madje unë jam me 30 vjet eksperiencë, me drejt Zotit, Në këtë kuptim, në luftën e brendshme e kam llafin. Ka 2 probleme aty. Po. E para është ç'është ky vendim që e merr një njeri. Pra se qartë zi ata sa kanë marrë vetë. Pra, do të thënë, shikohet se çfarë momenti politik është ky, sa që një njeri i thot gjithë atyre 70 deputetëve që ju do dilni garë hapur se ka vendos unë. Pra, po të kishte aty struktura, debate etj, qartë zi ata do kishin votuar dhe për interesin e vet, që ta mbronin vetën e vet. Po ata nuk e mbrojnë vetën e vet, do të thënë, ata nuk mbrojnë as karrierën e tyre. Në këtë rast na qen ka mirë kur kemi një autoritar, se në të kundërt ashtu dhe vjen argumenti i dytë pse nuk është mirë. Dhe ky e thot, ju do garoni se dua unë, e vendos unë, dhe ju s'keni mundësi, asnjë mundësi të më pengoni, dhe e dyta, ju do punoni, do shtyni karrocën, ku unë do hyp 12 njerëz që s'kan vota. Dhe kush është problemi i kësaj gjëje? Që këta njerëz do futi vetëm sparin. Nuk ka rëndësi, janë 12 njerëz në Tiranë, 46 në gjithë Shqipërinë, që nuk përfaqësojnë askënd. Demokracia përfaqësuese do thot votuesi, thot ky person më përfaqëson mua në parlament dhe mandati është privat, është personal. Tani, të gjitha vetëm një replikë. Lista e mbyllur. Nuk është problemi këtu. Lista e mbyllur. Problemi është i sistemit në këtë rast. Po pse sistemin ja bëra unë? Jo, patjetër. Patjetër pra. Nuk diskutohet, po ju e keni humbur këtë betejë kushtetuese. Dakor jam. Ka një problem këtu. Ç'a ndodh? Ky deputeti i listës mbyllur, që ne sa njohim, që votuesi sa njeh. Ky nesër merr mandatin, shkon ku të doj. Sepse mandati është personali i tij. Patjetër. Ndërkohë ai nuk e ka votuar askush. Votat e kanë marrë këta të listës hapur.
ky e mirë mandatin në xhep edhe lëviz. Po i tillë është sistemi pra, jemi para faktit kryer tani, nuk kemi ç'bëjmë. Po tash se si po sillen na tregon pse e kanë bërë sistemin. Tani, dakord pra, E kanë bërë diferenca, sistemin që dëgjoj, mos ketë demokraci. ti je shkreti që diferenca mes jush dhe këtyre është e qartë. Unë po tentoj t'ja them edhe atij që e ka harruar. Patjetër. Jo, ti në rregull je, po unë po ta përforcoj. Po them që po më po ti ke drejt. Ata e kanë mbyllur me konsensus doktori dhe Edi Rama e kanë bërë sistemin për interesin e tyre, për të qenë ata që vendosin për fatin e deputetëve. Ky është fakt. Po për të vetët tani brenda, Rama ka hapur garen për të vetët brenda, pra po e shoh. E pranojnë të lloj gare, se kjo është një gare pa barabartë. Urdhëro? E pranojnë Gare, ma po nejse, okej, mbarova e plugim. Jo, ajo është gare barabart mes atyre që janë në kuvend. Pra, ata do konkurrojnë 37 vet për 10 vende, se këta synokan 21. Por çon si ka, këta synojnë shumë. Këta kanë objektiv, Partia Socialiste thotë ne marrim 21 mandate. dhe lista në çfarë numri mbyllet? 12. 12. Pra do garojnë për 9 vende. 9 vende. Po mos harro që nga këto 12 vende, 3 janë automatikisht njerëz që kanë një mandat sot. Ogerta Manastirliu, Elisa Spiropali dhe me shumë gjasta Uland Balla, që janë drejtues politik, që janë Taulant është në Elbasan. Okej, është në Elbasan, ndoshta do jetë dikush tjetër, po 2 të paktën, okej, 2. Po këta drejtues qarku, këta do jenë në listë mbyllur. Listë mbyllur pra. Po janë ekzistues. Po. Tani për ata tjerët se a nuk do ishte gare pa barabart që X-i, që është futur para një vitin politik, të kandidoj kokëm kokë me si primarët i doktorit. I pe primarët i, që dilte ai në kavaj, kështë marrë gjithë partin, e kështë rreshtuar, dilte më i votuar jaj. Edhe ajo nuk është ndershme. Se nuk mund të shoshti tani Luciano Boçin në Fjallavien në Shkodër, e i thua është kandidot ti për Barth Pahis në primare, Fjallavien, ë? Është e pandershme. Pra, në këtë kuptim, do ishte e pandershme si kur këta të rinjë të kandidonin për balë Përse duhet të jenë kështu si petale, do në të trajtojnë si petale? Kur do në ke rastin, do në 22 vjeç është bërë Pandeli Majko deputet, po ka që është bërë Erion Braçe, po ka që është bërë Ilir Meta, po ka që është bërë Ilir Zela. Do t'ju në pak shifrave. Dhe kanë hyrë në majoritar, duke u përplasur kokë më kokë me deputet Partisë Demokratike. Po, dakord tani, më falë. Se do flasun me emra. E mban mënd sa vota ka marrë Pandeli Majko? Gjersa ka dalë në majoritar, do në ka fituar në majoritar në të rinit vetë, do në 91. Po flasë tani unë, tani. Disa vota ka marrë. S'më kujtojt. Po për një 3.000 ca vota, pra. Po pra, tani, një sekund. Dalim aty ku thot... Po, ta të lisës mbyllur të asmarin as 100. Martini, dakord, po dakord pra, aji, kjo është teknike ti, Endri. Kjo është teknike ti dhe të mbaj kusurët aji. Për sa ko ka socialist që votojnë, bravo i qofë. Aji të mbaj kusurët, po... E gjitha për Berishën, për sa ko ka demokrat që votojnë për Ilir Metën, votojnë për kandidat të hapu, që të votë Ilir Meta deputet. Endri, e dikush është diferenca, amigu im, për partin tuaj dhe koalicionin tuaj, votojnë njerëzit për Endrin, Panon dhe Adriatikun. Ndërsa Partia Socialiste, e tha dhe Martini pak, është një partije strukturuar, e cila voton logon e Partisë Socialiste dhe tani Edi Ramën që e mban dhe e mban pushtet. Në këtë kuptim, këtu punonin fuqia atit më. Atëre, shiko, unë këtë lëvizje të Ramës e konsideroj të zgjuar, realisht. Nuk është se ndihem komod, do më thënë që ti them në gjatë bukur Edi Ramës si kryeministër, po në rasti konkrete shikoj realisht të zgjuar. E para, sepse ai ka shpërbërë këtë aksiomin e tij të këtyre 3-4 viteve të fundit, ose e ka vënë në punë, që thotë unë jam i pa korruptuar, po ka ca pas meje që han kumlla dardha fi që rrush e ma kanë bërë këtë qeverisjen time cop, po unë jam i pa korruptuar. Dhe ka ardhur te kjo pikë ku ka thënë që të gjithë këtyre që kanë qenë nga 2, nga 3, nga 4 mandate, të cilët kanë pasur peshën e Partisë Socialiste. Ja të qëndrojnë pak të kjo logik. Dhe qeverisjes. Po, e marim të prezumojmë që kanë ngrënë moll, dardha dhe ftonjë. Do isha dal aty. Po ja, më ndiq logjikën të lutem. Ka vetë Rama, unë do ta nis me pastrimin e shtëpisë time një herë. Po ndërkohë këta që presupozohet që kanë ngrënë moll dhe dardha janë ministrat apo jo? Po këta ministrat i ka dhënë drejtues qarqesh. Po pra, ndërkohë Petro Koçi deputet ishte, çdardh kishte ai don për të ngrënë. Po nuk është thjesht kishte firma. Me të thatin Shëndej Njomi dhe Anasirtas, kjo histori. Po unë po them domethënë që Rama ka dashur të krijojë një përshtypje, një imazh tjetër tashmë.
pas një qeverisje shumë problematike, sidomos në 4 vjeçarin e fundit, kjo është, si thuash, një lloj katarsis. Edhe ka drejt, dhe kjo nis duke ik ai. Pra të largohet ai ose të filloj të bëj zgjedhje brenda partisë, sa ai s'bën zgjedhje brenda partisë. E spinove shumë bukur kjo, por ai nuk e shikon veten të korruptuar. Ka vetëm një problem. Ai është Këtë që thua ti, nuk ja thot Partia Socialiste, po t'ja thonin ata ndonjë. E para ishte kjo, domethënë që ai ka kërkon që të, le të themi, pastroj Partinë Socialiste dhe qeverisjen e tij, për të treguar që tani këta që ju mendonin që mi ka spaku dhe drejtësia në shënjestër, ja si ka më. E para. E dyta, është një lloj narcisizmi i Ramës, në Rama si person. Rama nuk është se ka pasur ndonjëherë ndonjë dashamirësi apo respekt ndaj parlamentit si institucion. Jetë e motë e them këtë. Të vetmen herë që Edi Rama detyrohej që të shkonte dhe ti bindej në thonjza parlamentit ishte koha 2013-2017. E kujtoni fort mirë që s'kishte të mërkur që Edi Rama nuk kalonte bulevardin Dëshmorët e Kombit nga kryeministria tek kuvendi për të shkuar tek Ilir Meta për seancën e sejntes. Gjithmonë ishte kjo histori. Rama ka thënë që kam shkuar se më kërkonte drejtora Meta për çdo ligj. Jo më ka thënë Rama. Nuk e di se çfarë pazari bënin ata me njëri tjetrin Flogert. Deklarat po them, citoj. Të unë nuk e di. Ata të dy e din se çka kanë bërë. Shkojet e Meta më thoshte du kaq vende pune, kaq drejtora. Lutem se nuk të ndërpreva se në 3 fjalin 3 herë po ndërprisni. Atë që po mundohem të them është që ky person parlamentin si institucion nuk është se e ka përfillur. Dhe në të vetën herë ka qenë atëherë shkoi detyronte Ilir Meta. Tani a për pazare, a për shkak se i alejonte dhe detyra e tij si kryeminist që të shkonte të fliste me kryeparlamentarin para seancës parlamentare ditës së sejnë, kjo është një tjetër histori. Ndërkohë që nga 2017 Ilir deri në 2025 sot, ai nuk e ka vrarë mendin fare për parlamentin. Imagjinoj kërkonin deputetët e opozitës për në seancë parlamentare për interpelancë, aja delegonte Tauland Ballos ose Elisa Spiropalit. Nuk i përfillte fare, pra si institucion. E treta, mund të ketë një qasje që ne shpesh herë kemi hasur këtu. Më ta bëjmë bashkëbisedim. Po të lutem ose këtu të dalë se ndoshta po të ketë Endri Shabanin në parlament, do e begenisi çdo javë, po ka flamurin dhe doktorin dhe nuk shkon. Tani parlamenti nuk e zgjidh Edi Rama nga e parë deri që e zgjidh jo burr mos më madh. Po ti respekton institucionin, jo flamurin. Tani mos fol kot tani. Çfarë Flakadana? Po ik tani. Flakadana aty që ka bërë Partia Socialiste në parlament, mos ja tregojmë botës, po rrit tani, mos u merr madh. Shumë gabim ka bërë mo. Po lere tani mos të lutem pse më kthen një gjë. E treta është ajo që kemi biseduar shpesh herë këtu që Rama ndoshta ka një plan për të ndryshuar edhe kushtetutën. Në një. Për ta ndryshuar kushtetutën. Plani ka qenë ose i përfolur, se nuk e di derisa mund të arrihet, për një qeveri, për një republik gjysmë presidenciale. Dhe në një skenar të tillë, Edi Ramës nuk të i duheshe fare pozicioni i deputetit. Po çfarë do i duheshe? Ai po mendon tani se si të bëhet të zëjë vendin e Bajramit, Bajram Begës, në 2027 për viti 2037, pastaj se 10 vjet. 2 mandate të me rritje kompetencës. Dhe me rritje kompetencës, nuk rikota atje, të harroni. Pra ka disa skenar për të cilat mos ja qani hallin kalor si se i varën këndë, i themun. Dhe mos ja qani hallin atyre Pandeliu, të Erionit, edhe gjithë këtyre që kanë nga 7 ama 8 mandate, se një ditë do ikin këta o Ilir. Se kanë zënë rënjë dhe këta aty. Do vi një Flogerti, unë tjetër me radhë, se s'ka kuptim kjo histori tani. Do rinë këta se këta janë burrat mirë. Po pastaj, këta të vdesin aty. 8 mandate ka Erion Baraçi aty. Me gjithë respekti, se s'ka probleme atë. Po 8, 24 vjetë deputet. Tani në qoftë se ne jemi një demokraci anglosaksone apo amerikane. 24, 28. Vali 32 vare. 2 dekada e gjysmë. E po unë kam qenë që në 96, po. Kam një çik kandilë sa ko me lulin, prandaj matematikën nuk e kam fort. Po e qartë, po. Kështu që nuk më fal edhe kjo. Po. Pra, gjithë kjo histori, po të them edhe një herë tjetër, ka të bëjë me unin, narcisizmin e atij si person, të Edi Ramës. Dhe ai nuk është se e vret shumë mendjen për ata të cilët i rrethon. Sa po e tham para pak. Kë ka pyetur Edi Rama në Partinë Socialiste se unë do marr këtë vendim apo atë vendim. Por ai i vendoste ministra, edhe ata nuk e dinin. Shikoni njëri tjetrin, u vura unë, s'u vura ti. Domethënë deri këtu ka arritur. Aty është tagri i atij tani mos. Po më mirë tagri ai, po ai nuk është zoti. Ai ka qeverisur vendin si një monark, duke mos qenë teorikisht një monark. Tani jemi pikërisht në këtë pikë. Dëgjoj. Dhe Edi Rama, ore nuk po më vjen keq pse e ka bërë këtë mo. Jo, ore ne o Leonard.
Tani po flokët e mbylla dhe ne po analizojmë qëllimet ore, nuk themi ç'është e mira, ç'është e keqja, se atë a di çfarë gjërat mirë shikoj unë aty? Unë prisja që këtë lloj strategjie, jo kaq drastike sa Rama, ta bënte opozita. Bravo. Sepse opozita e ka si ujtë e pakët, them unë, këtë lloj qasje. Opozitës i duan vota më tepër të thithin nga elektorati, sepse ajo kërkon të vinë pushtet. Ta janë xham pushtet më. Ta po kërkojnë të mbarë në së shumti. Ta thonë, ne nuk e kemi të vullneti njëshit. Kandidatët nuk i përcakton vullneti njëshit. U bëm primaret dhe renditja e primareve do reflektoj në listën e kandidatëve për nuk do reflektoj pa fare. Po them pra se nuk do reflektoj, është e gjitha fiktive, pa sa pa e tha dhe Flogeria, po ta rrithem unë. Në qoftë se kryetari i Bashkisë Kavajës, s'ma merr për keq se më njeh dhe e njoh. Të gjithë strukturën e Partisë Demokratike dhe të Bashkisë Kavaj, në raport në funksion të Hysen Kadiet, na deli se Kadia një njeri që me gjithë respekt nuk e njeh kush Gjeron, njeriu më i votuar në primaret e BT-s. Do mund të edhe doktori. Dhe tani del miku jon për Parin Çaça, më pak i votuari. Ore, po ka ku qëndron kjo më ka binarje? Çfarë keqe ka? Po s'ka, se vota në mrena në primare... Po mund të kishte marrë, don, kush ka, nuk ka demokrat tjetër, po nuk ka demokrat tjetër Kavaja që ta sfidon të kyqin me kyqa. Të vendet konkuronte dhe e japi më zotë. Lirë më dëgjo. Po, të dëgjoj. Vota në primaret e një partije politike, si këto tonat, nuk është vot, është konjunktur partjak. Është plan. Është plan. Po pse e bën? Po sepse duan të keqin e vetës tyre, mo çfarë ti them tani? U kam 6 muaj që them që këtyre nuk u duhen primaret. Sfilojnë këta aty dhe po tani kjo është historia e mbylla. Këtë duhet kishte bërë PD-ja. Pra, këta që ka nga 2, nga 3, nga 4 mandate dhe konsiderojnë kafshë elektorale politike, duhet i kishte çuar në fund të listës ose në listë hapur, që të mblidhin votat e elektoratit. Ku kanë listë hapur ato? Më faloj, kam vetëm një fjali që nëse ti do të vish në pushtet, duhet të mendosh që të kesh për te listës hapur. Leonard, pak histori dhe fakte. Unë bërë nisë teorikisht. Pak histori dhe fakte. Edi Rama, këtë që po bën sot në fakt, e ka bërë edhe në 2013 dhe në 2017 dhe në 2021. Do me thonë, në 2013 e drejton të listën e Tiranës Elona Gjebrea. Vasilika Hysi ndjes. Po. 2017 Elona Gjebrea. Po. 2021 Lulieta Bozo me Najada Çomon. Pra, është një truk, një taktik, se pyetën për këtë taktik komunikimi, PR-i, që ai vendos dhe tenton të bëj kontrastin me kundërshtarët. Unë kështu e lexoj. Pra, ai thot, unë vendos Najadën dhe Lulietën, dy zonja që në atë kohë ishin personifikuar me simbolet e shpresës, njëra për pandemin, tjetra për tërmetin, dhe përballë ke Flamurin dhe doktorin. Ata që humbën 2013. Dhe ai luan me këtë. Ai këtë bën. Ai thot, kë kam përballë. Po këtë herë kë do vendos? Të njëjtët e 2013-s. Dhe çfarë bën tani? Përballë ka dhe nisma Tani e ka çuar në ekstrem sepse ka problemin me këta. Prit. Ka problemin me këta. Tani thot, nuk do vendos 2-3 rinj që të bëj kontrastin me Flamurin edhe me doktorin Tiranë. Do vendos 12, sepse edhe votat potenciale që mund të marrë Endri Shabani dhe Adriatik Lapaj, unë duhet të them shqiptarëve që kërkoni të rinj ju, si Shabani dhe Lapaj. Bujrum, i keni në Partinë Socialiste. Se ka i diferencë, se ata është hesap tjetër, unë them pse e bën ai. Do vinë nga deputeti që duam, që është aplikim si kush do të bëhet milioner, janë njerëz që të hypin ke karroca dhe presin që ta shtyjnë këta tjerët, kurse ne jemi gard hapur. Jo, pse the atë, thuaj një çik më ndryshe. Këta jemi gard hapur. Unë po them se e bën Rama Endri. Kuptoj. Unë lexoj Rama. Funksionon. Në një qeverisje do e shohim. O Endri, e the shumë delikatesë. Në një qeverisje të korruptuar. S'ka mundësi që të ketë korruptuar drejtori, ministri dhe nuk që kanë këta që do futen kështu rishtarët e rinj. Këta në mos qofshin dhe këta të korruptuar, e kanë mësuar korrupsionin në gen. Jo, kjo është paragjukim, pastaj. Unë për analizë jam tu. Unë për e qa jam tu. Kjo është qëndrim. Po sigurisht që është qëndrim. Okej. Unë them... Se unë vit bëj analizë, jo të mbaj qëndrim. Qëndrim mban ai që kërkon votën. Unë them o zotë... Ai mban qëndrim, se kërkon votën, unë s'kërkoj votë. Po mi më kujditi që nesër emrin tim nuk e shef në tek lista kandidat. Qa drejtë? O, zot. Që ke e burë tani? Kjo tani më futet në siklet, kemi të dy. Po mos e nga tani kujt e japun. Po pra si partia e tij mund të jetë. Votën tonë. Të flasim ta kthejmë seriozisht. Po jo pra, po them domethënë që këtu nuk është historia midis asaj që po bën Rama. Këtu do ta shikojmë si qytetar, po flas tani.
historinë midis kësaj që do votojmë dhe që ka në 12 vjet në pushtet dhe ka 200 njerëz në netim në spaku, apo nga kjo opozita që ne e shajmë, nga mjëzit dhe ndarë, sepse nuk është perfekte ashtu si që tuam ne. Tani, Fajkujt është që ky që ka 12 vjet i mbush listat me njerëz tri, dhe ai që ka 12 vjet në opozitë sjell prap flamurin. Tani fajkujt është. Më kundërshto. Rama ja ka fajin doktorit. Më kundërshto, nuk po flas për Ramën e për Berishën, po flas për ty e për mua. Ne dy e kemi gjithë zgjidhjen. Ti në listë, unë do votoj ti kjo shokun tim edhe vesh tani, unë po të them edhe një herë tjetër. Në 11 maj, qytetari nuk duhet të shikoj sa i bukur është Flamuri dhe Berisha dhe sa i keqe. Jo, do shoj sa i ndershëm është. Po me të pakta, do shikoj se kush e ka korruptuar, kush i ka marrë lekët nga xhepi për 12 ditë rresht. Kështu duhet parë vota. Dhe unë për mendimin tim them kështu, që nga 1992 këtej, në Shqipëri nuk ka fituar opozita që ka ardhur në pushtet. Ka humbur pushteti që ka qenë në aso kohë, edhe në 2005 dhe 2013, dhe duhet jetë kështu, Flogert. Duhet jetë kështu, gjëra duhet të ndryshojnë dhe nuk ka rëndësi, sepse ne i bëjmë gjatë gjithë kohës i bëjmë ADN-n ose check-upin opozitës. Mërë zotëri, po 12 vjet ka qeverisur Rama, mos ka qeverisur Berisha dhe Luli o burr. Se na çuditë tani. Jo, edhe i fjali dhe Aleandri në ndjes. Më fal. Rama mund qeverisi dhe 120 vjet, përsa kohë në krye të opozitës ka blokuar dhe ka marrë peng opozitarizmin një personazh që vetëm ditë humbi përballë Ramës. Unë po flas për qytetarin, nuk po flas për atë që flet ti. Unë po i them qytetarit, atë bën më shumë dëm ai që të vjedh të fut dorën në xhep mëngjes drejt dark, apo të bën dëm Hynon Grata i ishte edhe Hynon Grata që sipas qytetarit sa duket, edhe vjedh, edhe vret, edhe zaptohet. Është ashtu. Kjo është ashtu realitetin me njërin sy. Pra padyshim që ka votë ndëshkuese. Dhe vota ndëshkuese është ky na ka qeverisur keq, na ka vjedh, na ka gënjur. Dhe për hir të vërtetës, Rama i ka bërë të gjitha këto dhe ka arritur në pikën që as nuk premton më tani. S'ka çfarë premton më. Në 2013 premtonte edhe uji, premtonte edhe vende pune. Tani dele thotë ç'a uji më, ku bëhet uji më, uji është i pasgjithshëm. Pra ka arritur në fazën që as nuk premton më. Dhe që duhet ndëshkuar bëjmë dakord. Tani kush është problemi me Sali Berishën? Problemi me Sali Berishën nuk është se ne po e gjykojmë për fajt e Ramës. Ne po themi që ky njeriu nuk mund të jetë alternativë Ramës. Pra ne e gjykojmë si kandidat për të zëvendësuar Ramën. Dhe në 34 vjet për hir të vërtetës, opozita përballë që ka mund pushtetin ka qenë e re. Edhe në 2005-ën që erdhi prap Berisha, edhe në 2005-ën ishin të gjithë tjerët ishin të rinj. Krijoi Kopin, krijoi një alternativë tre dhe ata thanë që shiko, do ta garantojmë ne Berishën. Pra Rama po mund vetën duke bërë listë të re. Çështja këtu është që në Sali Berisha nuk ofron asnjë gjë të re, sepse nuk ka ardhur dhe nuk po konkuron për të marrë pushtetin, po konkuron për të ruajtur atë listën e mbyllur me disa militantë të sigurt të vetët për të bërë pazaret e veta. Pra ai është në investim personal, po kandidon si prind që ka hallën e djalit, si prind që ka hallën e vajzës. Totalisht e mirë kuptuar, po ta shohësh si prind. E parë si politikan, ai aty po pengon progresin, sepse mendon në një realitet tjetër ku ai do kishte bërë një mbrapa, partia e tij do të ishte rinovuar, do ishte këshillar të rinj aty, do ishte fronti i madh opozitar. Por këto janë hesapet e tij. Unë mendoj që mbas 11 majit Sali Berisha do përfaqësojë një parti të vogël, e cila do vi dhe duke u shpërbërë dhe më shumë se aq. Thelbi është a ka shpresë për ndryshim në 11 maj? Ka. Sepse nëse Rama bie 2 mandate në Tiranë, 1 mandat në Durrës, 1 mandat në Elbasan, është në opozit. Sepse nuk i duhet bie 0 vota. A i thot do marrë rezultatin që e ka marrë vetëm në 97 në Partia Socialiste. Këtë e ka thënë para një 5-6 muajsh. Ishte koha kur këtu flite me siguri që Rama merr shumicë kushtetuese, merr 84 mandate. Nuk e dëgjoj ta flasim më njëri këtë. Tani flitet ve ide që i merr apo si merr 71 mandate, i merr me Tom Doshën apo Tom Doshën. Pra, kjo në vetvete tregon që sa më afër zgjedhjeve vim, aq më këmbë tok vim dhe aq më tepër ai kupton që këtu inati me zhgënjimi me Edi Ramën është i jashtëzakonshëm. Është i jashtëzakonshëm. Dhe këtu i vjen në ndim vetëm Sali Berisha, i cili shërben aty si gogol. Sa kthehen njerëzit tu o bobo thën, po rrim në shtëpi ose o bobo po votojmë prapë këtej. Dhe këtu mendoj që është kontributi është i jashtëzakonshëm i trinjve dhe ne si nisma Shqipëria bëhet përpiqemi që ta japim këtë kontribut. Padyshim ka dhe alternativa tjera
sepse është e vetja mënyrë që Shqipëria të ndryshojë. Nuk mund të ndryshojë duke u kthyer herë mbrapa. Dhe prandaj po ta shohësh, Rama tenton që ta mbajë diskursin me Berishën sepse është një pasqyrë ku ai duket gjithmonë më i ri. Se mendo Rama ka qenë ministër në 98-ën, po Berisha ka qenë që në 92-shin. Rama ka ka krijuar një skem korruptive, po Berisha ka bërë një gjë. Pra, në këtë pikë, për sa kohë ai krahasohet me Berishën, fiton. Përpjekja jonë dhe mendoj Shqipëria fiton kur ai krahasohet me të rinjt, krahasohet me ata të cilët nuk kanë bërë zullumet që ka bërë Rama. Po, dhe të rinjve po ju vë përballë të rinjt. Pra ai e ka janë të rinj të ndryshëm apo? ndjes Endri. Jo, po lexoj Ramën. Un jam i vetë bërë, pra po lexoj Ramën, mos më keq kupto. Pra Rama thot pika ime e dobët është kjo. Po. Dhe ka gjetur një mekanizëm për tu ballafaquar. Po janë aq të rinj ata më që thua Floger. Bashkëmoshatari im. Po nuk e di kush janë, unë po super infektuar, janë më keq se sa Pandeliu. Pandeliu është burr sot. Mos i paragjyko. Mos paragjyko, mos bëj, do shkoj ti votoj. O Leonard. Me çem thua unë Leonard unë njoh njerëz Partinë Demokratike që nuk kanë asnjë lidhje me Sali Berishën. Edhe pse janë me të. Një lloj dhe te Edi Rama, kështu që mos i bëjmë njerëzit zi komplet. Do të tregoj një histori dhe më dëgjoj. Po. Unë u zgjodha në Këshillin Bashkiak, bashkë me 4 këshilltarë tjerë të smësturje në 2023. Po. Një bashkëmoshatari im që kishte kaluar te PS-ja, më thot, u lodhe kaq shumë, tha, për të ardhur këtu ku jam unë. Thash, po unë kam ardhur vet. Mandatin tënd ta ka dhënë tjetër kush. Dhe kjo është gjithë diferenca me ata të rinj që do fusi Rama në listë. Pra, ne si të rinj duam ta fitojmë vetë, ne duam të pajsojmë vetë rinj. Edhe ti Endri do të bësh një parti si ajo socialistja. Një sekond. Ne duam të jemi në listë. Besimin Rama e ka te strukturat. Ne duam të jemi në listë hapur. Pra ne duam të konkurrojmë që votuesi të vi dhe nëse marrin mbështetjen të shkojmë në parlament. Ata të rinj kanë zgjedhur të parazitojnë më e mirë, por mos të më shumë se aq, kanë zgjedhur të parazitojnë, futen në një listë pa garuar, pa u zgjedhur, pa u testuar. Diferenca këtu është Po i merr mandatet partia, po këtë sistem kemi, o Endri. Jo, ata, beso mua, nuk e zëvendëson do... Emrat e rinj në dy partit e mëdha janë risi, apo janë thjesht doon që ca petale që zëvendësojnë petalet e vjetra dhe kërcelli ngelet i njëjtë? Kjo analizë do të bëhet pas 24 orësh, besoj, po kur del lista. Shmërkurën në fund ditës. Po, të mërkurën. Edhe kjo analizë mund bëhet tetën apo javën tjetër, sepse duhet parë profili i kandidatëve të sigurt dhe atyre që garojnë për në listat e hapur. Vetëm atëherë ne mund të themi se në çfarë drejtimi po shkon Partia Socialiste apo Partia Demokratike. Unë nuk mendoj që rreziku vjen nga njerëzit me kontribut të lartë dhe me profil të lartë në Partinë Demokratike apo Socialiste, por vjen nga anonimati, nga njerëz të pap, sepse jemi në votime dhe të dyja partit po i qasemi pak më lehtë partive të reja. Dy partit kryesore, Partia Demokratike dhe Socialiste, luftojnë për vota. Janë makineri votash, mbledhin vota, në atë qasjen e tyre dikush më shumë, dikush më pak, por janë parti historike në këtë demokracinë e pakët që kemi, por që luftojnë për vota dhe sigurisht profilet e kandidatëve kanë shumë rëndësi. Sepse ju dhatë shembullin e Kavajës, por ajo çfarë unë kontestoj fjale vjen në primaret e Partisë Demokratike, përtej faktit që mund të përbëjnë për demokracinë risi, është fakti që nuk u futën drejtuesit e qarqeve. Unë mendoj që edhe drejtuesit e qarqeve duhet të ishin futur në primaret e Partisë Demokratike dhe lista e mbyllur të kishte si bazë kryesore dhe reale pikërisht këto primare, sepse ne na ushiten primaret si etalon demokracie, ku ai që merr vendin e parë në çdo qark
do t'ishte në Ndoshta listën e mbyllur. mos ishte gare pa barabartë, sepse dikush që është një ekonomist, një inxhinier, në Durrës supozojmë, të kandidonte me drejtuesin e qarkut, kandidonte në kushtet të pabarabarta. Dihet domun që drejtuesi i qarkut e nis me 5 milje diferencë nga të tjerët garën. Më mirë, po... Po më falë, po do të tani në Fierë u përplas Baçi me Bardhin, tani Baçi përplaset me ishtë në kryetarin e partisë, që e ka vënë vetë, pra është... Në Elbasan, drejtues qarku është dikush tjetër. Dhe toj një deputet, Dash Sula. po, miku im Dash Sula, dhe si mundë qajtë mos jetë në listën e sigurt. Nuk kam mbrojtur kauzën, mo. Pse? Nuk kam mbrojtur kauzën. Ta tha doktori, kriteri kryesor, o Martin, se nuk e ke ndjek ndoshta, se nuk kesh ndjek. E kam ndjek. Ta them unë. Kush është Ka kauza? kritere, ta them unë. Ka 3 kritere për te i primareve që ka vendosur Partia Demokratike. 3. 1. Mbrojtja e kauzës, që normalisht duhet ishte denoncimi e kauzës. Asë nuk e gjohëm. Pra, denoncimi i aferave, më the thash. Tani kauza për doktorin, kush është? Jo. Sulmi ndaj Spakut. Sa e ke bërë këtë? Se ke bërë? 1. Regjistrimi 300 emigrantëve nga diaspora, pra që du të qosh aty që i ke regjistruar, jo domosdoshmërisht, dhe kriteri 3, angazhimin terren, më the thash. Tani, kjo e para është cilësore, nuk është sasiore. Pra mbrojtje e kauzës e vendos ai, ka pëlqyer argumenti që ke ndërtuar kundër Spakut apo jo? Në këtë pit, o e plotson Ilir Meta kauzën o s'ka njëri tjetër. Po pra po, Që dakor. kjo bën sens që Ilir Meta tjetë të lista e PD-s. Ilir nuk ka preferuar vetë. S'ka rëndësi, më ka vënd të vetët. Për çfarë arsye e ka bërë? Pra, Ilir bën Meta. sens mos t'jen këta të primareve. Ilir Meta tenton, Ilir Meta ka kërkuar, se duhet kuptojnë sa ka kërkuar. Se ka 2 lira. Ka kërkuar- Vetë të një gjë Po. ta mbyll. Ka 2 lira PD-ja në Tiranë. Ilir Ali Mehmeti, që ka dalë ndër 3-4 më të votuarit, edhe Ilir Meta që është në Burg. 2 anë të medaljes. Ana e mirë dhe ana Tani, më pak. Ilir Ali Mehmeti, që ka marrë votat, që duan demokratët e tjerë, do jetë atje, jashtë liste, dhe jo ke lista hapur, po s'do jetë deputet, sepse nuk në toka me qellin puqe ata nuk marrin më shumë se 12. Ata më Ky Ilir i situhet Burgut, ky Ilir i Burgut do jetë në listë mbyllur. Vet apo me prestanomet e veta. Pra, e kupton tani se ku futen zgjedhjet Jam i qartë, por- E kupton se pse nuk mund të jenë këto Ilir Meta, alternative Ramës? Ilir, se u bën 3 lira tani, kemi dhe një Ilir që nuk ka punë me Është ata jashtë fare. Ilir Meta ka kërkuar një grup parlamentar nga Partia Demokratike. Pra ka kërkuar 7 vende të sigurta. Dhe në fund kanë rënë dakord për 4. Pra nuk i është plotësuar kjo kërkesë. Dhe me sa duket Ilir Meta tenton me çdo mjet, një lloj si Rama që tenton të maksimizojë votën, tenton të maksimizojë votën dhe ka vetbesimin mjaftueshëm të madh që duke qenë listë të hapur, ai arrin që të thyej pragun të kandidojë me tjerët, përballet me tjerët, dali pari ndër ata që janë për te 12-ës. Në qoftë se do e kalojnë 12-ën, por besoj se do e kalojnë. Në këtë kuptim, Ilir Meta lëvizjen e ka zgjuar dhe inteligjente për të maksimizuar mandatet e partisë tij. Problemi e di cili është? Ai ka Ilir Meta votat për të çuar 13-14 koalicionin dhe mandej për të mundur këta? Unë besoj se Ilir Meta nuk do ndikojë te maksimizimi i koalicion, i numrit mandateve. Por, patjetër, në momentin që do ketë përballë, nuk do ketë as Flamurin, as gjithë këta që janë afër doktorit, ata tjerë që do jenë listë të hapur të Partisë Demokratike dhe mund t'i mundim. Se do marrin ata nga 2-3 do marri dhe Iliri 2-3 pastaj ki parasysh dhe diçka. Kur bëhet numërimi atje, mund t'ja hedhin 5 vota më tepër me urdhër të doktorit Iliri që bëhet dhe Iliri deputet. Nuk është një kiamet i madh. Se ka ndodhur në 2021-shin është vërtit vota brenda partisë o të keqen. Po, nga ata që vërtitën votat janë gjykatë sot. Do shkoj dhe kokër plumin Burg. Mirë. Po, Martin, Gjithë problemin, unë e kisha tek Merita. Dhe po t'ishte për mendimin tim, të gjithë ta që kanë fituar primarët do ishin në listën e sigurt. Dhe partia, një parti e madhe, ka plot kapacitete
për të futur në garë në listat e hapura njerëz të tjerë, siç ka edhe Partia Socialiste. Tani, ne e pranuam të sistem, ne, do më thënë, politika e pranoj të sistem, ose jo gjithë politika, po... Ata që e kanë bërë pranuan se pra ne e bën. Demokratike dhe Partia Socialiste pranuan sistemin e listave të mbyllura për të treguar fuqinë e kryetarëve përkatës. Tani, gjithë problemi i opozitës dhe i partive të vogla, Të reja. ndjes. Të reja se bëhet PD-ja nesër e vogël. Për herë të parë e përdora këtë term, unë e përdor partitë e reja, në fakt. Partitë e reja duhet të punojnë fort për të rritur profilin e kandidatëve, për rritur profilin e njohjes së votuesve me programet e tyre elektorale, programet të cilat duhet të shpjegojnë votuesve në një mënyrë sa më të thjeshtë dhe sa më të përunjur, duke flakur tej arrogancën. Vetëm kështu mund të maksimilizohen vota për të paktën për të bërë zotin Rama që të mos fitoj më shumë se 71 Nuk tha vetëm një gjë, Martini. Në të kundërt. Martin, shtot Edi një gjë. Rama me këto që bën, do të arrit të fitoj edhe këto zgjedhje me ndjes musaqet e kujtimit. Tingjuzit. Po. Ky është problemi. Do të lërë tepsin Tiganin e Timonin dhe do t'i fitoj zgjedhjet. O Martin, a të bëj një pyetje? Për te për Martin, a mund të bëj një pyetje? Po. Të lutem, mos është paksa personale, po gjithsesi domethënë debatuese. Jo, me gjitha personale... Jo, personale në sensi domethënë që do pyes atë direkt, po jo personale personale. Jo, më jo, s'ka problem. Ju sapo thatë domethënë që shiko, Edi Rama me këtë lëvizje po bën, do e fitoj prapë zgjedhjet. O Martin, ti e voton një person që ka 12 pushtet si puna Edi Ramës, në që sipas perceptimit tim ka pasur qeverisje më të korruptuar? Se ta bëj pyetje këtë? Që të shikoj. Por s'kemi ardhur për të bërë fushatën edhe Si është e mundë, më doni të bëni biseda me njëri tjetrin i bëni. Po jo, po jemi këtej më. Jo, po sepse ju e bëni të mirë qenë faktin që Edi Rama i ka fitu zgjedhjet. Kurse unë them që Edi Rama Nos Rroku ka fituar. Ne themi, po ta them që Nos Rroku ka fituar dhe Nos Rroku do marrin datën 12. Leonard, mos ngatro analizën e qëllimeve. Martin, me ty doja bisedë. Martini sapo tha që ky e ka fituar. Unë them që Martin, në qofse ti dhe unë i hyshti njerëzit që të votojnë prap këtë që ka 12 vite që çon këtë vend Rrogopujth, atë në rregull më ta mbyllim këtë emision që tani. A mpytet, ja. Tani. Mendoj që nuk e dëgjove mirë atë çfarë thash. Jo, më dëgjoja, po ose kuptova mirë ndryshe apo? Unë mendoj që nuk e ke kuptuar atëherë. Thash shprehimisht, opozita, përfshirë edhe partitë e reja, që janë kundër Edi Ramës dhe sistemit të korruptuar të tij, duhet të bëjnë disa gjëra, s'po i përmend sërish, për të maksimilizuar votën dhe për të ardhur në pushtet. Po i bëjmë dhe do t'i bëjmë. Jam dakord. Pra, në të kundër, po them unë, do merremi gjithë ditën dhe gjithë kohën me Edi Ramën dhe ai do t'i fitojë zgjedhjet me duke lënë tepsin Timonin e tjerat. Dhe do t'i fitojë me mustaqet e kujtim gjuhë. Pasi një listë të hapur, na jep mundësinë që ne të garojmë me personalitete, padyshim gjithë rinj, të cilët sikur hiç nuk janë këta. Dhe nëse ka një vot ndëshkuese, për të dhënë dhe një mesazh, është pikërisht votimi për forcat e reja. Përveç programit tonë, 5 paketave që ne duam t'i kalojmë nga parlamenti, duke filluar që nga meritokracia, kapja e tregut e të gjitha. Por vetëm mesazhi, pse? Sepse këta një ditë do ikin. Edhe po si mori Spaku, do t'i marri Zoti. Qa mesazhi do marrë e riu që do vi? Në qofse ecet me idenë që, shiko, këti popull mund t'i bësh qatë dush. Ta vjedhësh, ta tallësh, ta torturosh, ta rrash, ta nxjerrësh nga shtëpia. Dhe prapë të votojnë. Normalisht, kur çdo që do vi i ri dhe marrë mesazhin që do bëj qatë dush se këta nuk të ndëshkojnë. Pra, ama vota ndëshkuese, unë mendoj që e pengon Berisha nga pala ande, sepse ata duan të ndëshkojnë dhe Berishën. Dhe prandaj unë mendoj që një rol që bëjnë të rinë në zgjedhje është për të ndëshkuar gjithë klasën e vjetër politike. Padyshim. Po, e di pse kjo ndëshkuese, pastaj edhe programin, edhe kandidaturën. Kam vetëm një pyetje. Por e para është ndëshkuese. Po pra, kam vetëm një pyetje. Padyshim. Për ta ndëshkuar
të sistem, ju kishit në dorë të bënit një koalicion madh me të gjitha Dhe partitë. kemi bërë, tani tash me zorë, unë me dhunë si marrë dot. Tani, çfarë pengon ose pengoj që ju që jeni në aleancë me partinë e Zotit Lapaj? Jemi me disa të rinj. Pra është Shqipëria bëhet, është një grupim tjetër që vinë nga shoqëria civile, kanë qenë sindikat e unionit të operatorëve telefonik, pra të rinj që punojnë për call center, të cilët kanë krijuar partinë e drejtave të punëtorëve. Kemi një grupim tjetër nga diaspora, pra janë disa grupime të rinjsh. Tani, a ka ngel në njëri jashtë? Ka ngel mëse me zorë, nuk i marim do të ne. As nuk i kërconojmë do të, se s'jemi... Pyetja ime... Por, fronti të rinjve është këtu. Dhe ky fronti të rinjve këtu, unë mendoj që përveç kandidaturave që përfaqëson, që janë të rinj që kanë lindë rrit me këta në politikë, pra janë brezi i tranzicionit, që janë të shkolluar nga shkollat më të mira të Shqipërisë dhe jashtë, që vinë me ato kreditet e veta në fusha ndryshme, diku pedagog, dikush një artist, dikush një gazetar, dikush një avokat, dikush një gazetar, pra njerëz që vinë nga fusha ndryshme. Përveç kësajt, përveç programit që ne kemi, sikur vetëm mesazh, ndëshkim për klasën e vjetër politike, është e rëndësishme për të dhënë mesazh. Edhe unë kam jetuar në Britani. Një parti atje, liberal-demokratët, gënjyen, vetëm pra premtuan që shkolla do ishte falas, erdhën në pushtet qeveri koalicioni, me Tony Blairin atë kohë, votuan për vendosjen e tarifave universitare. Ranë dhe se kanë marrë më veten ka 20 vjetë. Pra, pse? Sepse popujt të ndërshkojnë për të dhënë një mesazh. Ka një diferenca, mund ta them që nuk e tha Martini për ta shtuar. Juve ju pengon vetëm një gjë, Endri, dhe ti e di këtë. Strukturat, se ne nuk jemi britanike, që të kuptohemi. Pra ne kemi këtu një parti që është ajo socialiste, edhe është thjesht real politik kjo, që funksionon në qelisë të shoqërisë. Pra ka struktura që e ngrejnë votuesin e saj me dhunë në thonjza dhe e çojnë te kutia e votimit ditën e votimit. Ndërsa ju, pavarësisht se sa mund të keni simpatinë dhe pëlqimin e njerëzve, atë ditë nuk e keni strukturën dhe nuk është gjë e keqe kjo, pra nuk është kriminale që bëjnë socialistët. E bëjnë atë thirrjen për të ngritur dhe për të votuar. E di pse nuk është e saktë konstatimi. Sepse ne jemi nga të pakët të rinj në këto 30 vjet që kemi rezistuar. Pra tjerët kanë ardhur dhe kanë provu dhe kanë ikë. Shmaraton. Dhe përpasoj nuk kanë arritur dot të ndërtojnë, as të kuptojnë si funksionon, as të ndërtojnë një strukturë funksionale. Ne në zgjedhjet e kaluara ja dolëm në ato 4 qytete që garuam, ja dolëm të fitojmë ato beteja që zgjodhëm dhe që u futëm Këshilla Bashkiake. Nuk do të kishte ndodhur po të mos kishim aktivistë të organizuar. Ajo që ti thua është mobilizimi. Pra njoja, bindja, mobilizimi. Ne padyshim ende kemi kufizime që na njohin gjithë votuesët. Pra ka ende 30% që që ky është disfavori në raport me të dhënëtore. Jam dakord. Po, dakord, pa ai ka mekanizma represioni. Ne nuk i kemi dhe nuk duam të kemi dhe unë uroj që mos të kemi kurrë. Pa është dhe parti që nga 45-a. Ne mos të arrim ditën që ne kërconim njerëz për të shkuar me votu, po që ne i marrim votuesët tanë, që i kemi identifikuar për të shkuar për të votuar në ditën e zgjedhjeve, por këtë mos ke asnjë hezitim. Që ne kemi ndërtuar marrëdhënie me simpatizantë dhe votuesët tanë, gjatë gjithë kësaj kohe as mos ke asnjë hezitim. Pra, kemi ndërtuar marrëdhënie përmes aktivizmeve me votuesët tanë. Do t'i nxjerrim dhe ju do të shikoni që në 11 Përse ju jeni optimist se mund t'ja dilni, të hyni në parlament, të përfaqësoheni? Nuk është thelbi vetëm të hyni në parlament. Jo, të faktorizoheni. Kur këtë donë duopol të PS, PD janë munduar të thyejnë edhe partitë të tjera të kryuar arishtas, edhe me njerëz ndoshta me emra edhe më publik se sa donë juve që jeni duke u paraqitur tani. Ne kemi partitë reja me njerëz të vjetër. Ne jemi partitë reja me njerëz të rinj. Dhe kjo është diferencë e rëndësishme. Por ki parasysh që këta gjëra ndodhen sepse vjen koha. Pra 1912 Ismail Qemali nuk ishte i pari që tentonte të shpallte pavarësinë, por kishte ardhur momenti. Studentët në 90-ën nuk ishin të parë që kishin disidentët e parë në 45 vjet. Disidenca ishte në spaq. I erdhi koha, pra. Kur të vjen koha, të vjen koha. Pra që për të tentuar Pjetër Abnori me bë parti që para 30 vjetësh. Por nuk ishte ardhur momenti. Ose atëherë vjen Dramizi, mos thuaj ndryshe. Tani ka ardhur koha. Tani ka ardhur koha. Pra nuk është thjesht për merit të rezistencës tonë, si Nisma Thuri apo aktivistëve të tjerë,
Se kemi 20 vjet dhe ne që protestojmë si aktivist, u bëm 4 vite që kemi formuar një parti politike, pa dyshim kjo është një pjesë e kontributit. Është momenti. Pala përballë ka arrit në fund të rrugës. Në fund të rrugës për shkak të reformës drejtësi, në fund të rrugës për shkak sepse çado që ta kapësh sot Ramën dhe Berishën, e kanë thënë të kundërtën. Ti vetëm të marrë çka kanë thënë, çfarë thonë, çfarë kanë thënë, çfarë kanë bërë, ata janë në fund të propagandës vet. Por mos marrë dhe dimensionin kohor, se kanë shkuar 80 vjeç. Pra, ata janë në fund të ciklit. Këtu përgjësia e Brezit të Ri, unë jam i bindur që Brezi i Ri do jetë në parlament, përgjësia është që të nisi një rrugë të re për t'i dhënë shpresë. Shiko, e imagjinon dot se sa pesimiste dhe depresive është që në 12 maj njerëzit zgjohen dhe t'i shohin të rinë jashtë parlamentit. Pra të shohin akoma aty Ramën, Berishën, Metën, po është e tmerrshme. Mendo dhe 4 vjet këta që zihen akoma me njëri tjetrin, e ndjekin karrige, e pastaj bëjnë akoma marrëveshje. Dhe kjo është përgjegjësia jonë, që t'japim shpresë njerëzve. Dhe nuk është shpresa vetëm në parlament, po këtu do shpresë në akademi. Këtu është kap dhe akademi, ai flet thotë do 2 mandate për deputetët, po këtu s'ke mandate për postet drejtuese në universitete, në akademi, në funksione tjera publike, këtu janë kap të gjitha. Edhe profesionet e lira janë kap, është vendos njëri aty në krye, kanë kriju urdhrin e apo dhomën e, edhe ai rrit 30 vjet aty të pengon progresin. Pra, kjo duhet çmontu, po kjo nuk çmontohet pa nis nga parlamenti. Pse? Unë jam në akademi, jam pedagog. Shkoj Spaku, ke Universiteti Bujqësor, në vend që Rama do të përgëzonte Spakun, morin mbrojtje rektorin e universitetit. Pra këtu rektorët dhe dekanët e korruptuar, ne si heqim dot pa hequr Edi Ramën. Pa u çbër kjo skem që është e gjitha piramidë në parlament, nuk ka progres për Brezin e Ri. Dhe unë mendoj që është përgjegjësi për ne që t'i japim shpresë njerëzve. Në fakt më kujtove këtë. Unë 2 përvoja kam ende nga Universiteti Kamzës. Mbaj mend lotën e një buri shumë të ditur dhe fisnik, që quhej Haxhi Aliko, rektori i atëhershëm i universitetit, ku në 97-ën u vandalizua, u dogj dhe biblioteka e Universitetit Bujqësor, që ekspertët thoshin që ishte biblioteka më e madhe në Ballkan. Lotët e atij, do unë që kur përshkruante se ç'kishte ndodhur dhe çfarë ndjente ai këta të dramë, dhe këto ngjarjen që ndodhi tani, do unë që me këto si është shkuar nga i ke ky, është shkuar sepse gjatë kësaj kohe universiteti është parë si mënyrë për të bërë vota. Dhe është piramidë, orë nuk e heq dot një dekan, një rektor të... Si shpjegohet do unë që arritëm, reduktohemi nga Haxhi Aliko, nga ky emër arrin tek këta përse bën vota pra, sepse këti duhet ai atje që t'i bëj vota, që t'i çoj student, që t'i çoj pedagog, dhe e kanë shfrytzuar universitetin për është paradoksale, unë mbaj mend atëherë rektorët emëroheshin, nuk po ishin më të kam përshtypjen rektorët kohët e Enver Hoxhës ishin më burra më të zotë dhe më fisnik se këta që janë tani. Ata janë apo e kam gabim. Vetëm një sekond. Jo vetëm Haxhiun, Haxhi Aliko, Lufter Gjuveli, Agron Dareka, Abdullah Kapidani, Miso Shumeli Indjer, dhe të përmend një plejat të tërë nga Universiteti Bujqësor, sa vërdini unë kam baruar. Plas për universitetet në Por në përgjithësi janë këta. Dhe ju më thoni që sot nuk ka, një sekond, nuk ka të rinj me të njëjtin integritet dhe përgatitje si ata, ka, po si lë njëri, sepse është kap. Pra ne po them që pa çmontu parlamentin, pa sjell pluralizëm në parlament dhe në qeveri, nuk ka shpresë për asnjë sektor tjetër. Prandaj ikin trinj dhe prandaj s'vin trinj që kanë ikë larg. Falpo, fakti që në kohën e Enverit ishim, kjo nuk do të thotë që ishin këta në kohën e Xhaxhit Enver, nuk do të atëherë hajde kthejmë Xhaxhin Enver që të kemi ca si këta. Se tani, ai bie kështu Ilir, apo gabon. Jo. Ne po flasim për një periudhë mas viteve 90, kur ka dhe paradoks. Po kanë qenë dhe paradokse nuk duhen certifikuar. Një sekond. Shqipëria përjetoi një element demokracie. Gazetarët në fillim viteve 90 kanë qenë shumë më të lirë se që janë sot. Redaksit ishin shumë më politike dhe të lira se që janë sot. Se ngatron kontekstin, ngatron kontekstin. Është kap, jo, 34 vjet janë kap. Drejt dhe po të them unë, parlamenti edhe i vitit 1924 ka qenë shumë më i mirë se sa parlamenti i vitit 2024. Ti dashur, ti dhe Iliri,
ku diun, mentori im, Skënder Mingjozi, Po. pa diskujo, nuk po e shajmë, po e themi gjithë emrat e rektorëve, çka kanë kolegët edhe mentorët ta. Bukur. Ju jeni pa diskutim ndër vlerat kryesore të gazetarisë shqiptare në këto 30 vjet. Nuk ju heq njëri meritat. Mos e keq kupto, por po them që edhe konteksti, momentumi politik ishte pa diskutim në favorin tuaj. Këtë po them. Pra kjo nuk përjashton meritat tuaja, pa diskutim. Por sot jemi në një kontekst komplet tjetër, politik, ekonomik, social, e kështu me radhë. Pyetje direkte. Cili parlament është më i mirë sipas e ky i sotmi? Jo. Apo i vitit 1991? Ai. Cili? I 91-shit, po. Po. Ai ishte parlament Pa komunist. diskutim, po më falë. Shoqëria. Po them, Krahasoj Fanolin tani me kujtim gjuhësi. Po them, edhe po konstatoj me keqardhje. Se do të votu të rinjt më Po burr. konstatoj Sepse ata po e mbushin parlamentin me alepa. Po konstatoj me keqardhje që kemi me keqardhje konstatoj që kemi një degradim të shoqërisë në tërësi më burr. Po jo më ja ku i ke kandidatët, pse më burr? Po bëj listën e nismë Shqipëria. Ore, e ke kudo Endri. Shumë mirë më të edukuar se sa partitë tjetra. Fal tani se po i hym, po shkojmë për te dhe po bëjmë edhe po e ke edhe në muzikë më. Tani ti sheh që këngëtari që ditë këndoj live merr 2000 klikime, ai playbackut dhe i kompjuterit merr 20 milionë. Po është degraduar në tërësi më burr, është problem plagë madhe sociale kjo. Unë nuk jam dakord që shoqëria është degraduar. Vlerat ku janë kthyer në antivlera dhe kundërta burr. Sepse ato politika është degraduar, po jo. Dhe pyetja e fundit që do ja bëj për këtë pjesë, që do ja bëj kolegut Leka. Folëm për petalet. Petalet po ndryshojnë. Kërcelli, kryetari ngelet i njëjtë. Po rënjët ku janë? Kush i jep votat? Struktura më? Janë njerëzit. Kush i mbledh votat? Janë njerëzit, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë makineri votash. Për hir të vërtetës. Dhe ato mbledhin vota. Tani, votat i mbledhin ata, por duhet patjetër qasja e ndryshme, siç është zotëria përballë, Endri fjala vjen, me kolegët e partive të reja, që duhet të bëjnë të pamundurën të jenë si një lloj amortizatori, por të mos lënë dy partitë e mëdha të fitojnë shumica, por të paktën në një moment të parë, siç është, të bëjnë atë gjën më të mirë që mund të bëhet tani për tani, që të mos mundësojnë një shumicë absolute. Unë jam skeptik që ndodhë në këtë rast, unë mendoj që mund tjetë edhe Endri këtij mendimi, por Jo, s'jam, unë jam e bindur që të ja heqim shumicën, të dyja palëve. Por Endri bashkë me koalicioni i kam bërë, unë kam një respekt të jashtëzakonshëm për ju personalisht, por i kam bërë atij që jenë aleancë, i kam bërë një pyetje tjetër. Tani, përveç strukturave që përmendi kolegu, unë them që ju duhet kishit bërë, është vonë tani, por një lloj inganimi edhe me figura të reja, por shumë publike dhe të njohura. Dhe i nxjerrim kandidatët. Mos u nxito se do i nxjerrim kandidatët. Sepse i bëra një pyetje kolegut që ke në koalicion. Më thuj më valla se ministrët brendshëm në Shqipëri gjen plot. Më thuj të paktën kush është ministri i jashtëm që ti mendon e ke në parti që ta di unë. Qeveria hije. Pra, unë mendoj që nuk dua vetëm Endrin, po dua di kush është pas Endrin. Do t'i shohim listat dhe jam plotësisht dakord, por ai nuk deri në 11 maj kemi kohë për të folur për këtë temë, por tani do të flasim pas një hapësire të shkurtër publicitare në pjesën e dytë, do të flasim domun për çfarë pritet të ndodhë nesër. A doja dal domun Erion Veliaj të dal nga qelia, sepse nesër pritet të shqyrtohet revokimi i masës së sigurisë së tij në gjykatën e apelit, por jo vetëm kaq. Edhe sa do të ndikojë SPAK-u dhe drejtësia në tërësi në zgjedhjet e 11 majit. Publicitet.